Ma trego hadithin, kam dëgjuar domethënë shpërblimi sa një haxh dhe një umre i plot. Po, kështu është. Kush e fal namazin e sabat me xhamat në xhami, e pastaj ulet dhe nuk lëviz dhe e përmend Allahu derisa të lindje dhe. Po. Pastaj i fal 2 rekat, Allah i madhëruar ka për t'ia shkruajt apo ka për t'ia konsideruar si me kryen një haxh dhe një umre të plot. Allahu Akbar. Shumë shpërblim i madh. Normal, shumë i madh. Me këtë vepër, tash ne kena parasysh konsiderat haxhi. Shpërblimi është sikur kur kthehesh pa gjunoj apo? Shpërblimi i haxhit. E ka çat kuptim e ka, vetëm se dhanë një prashtim, jo që ki kryi haxhin numrën. Shpërblimin e merr këtë ato, me shpërblime, me kompenzime, me fale, me amnesti, po. Mega shpërblim. Ku qëndron poenta këtu, aja urtësia, pa filozofia. Kësi hadithe ka të shumta. Allah i madhërueshëm ka shumë mirësi, dhe ka shumë begati, dhe ka shumë fisnikëri dhe bujari të madhe. Edhe këta Allah i madhëruar e manifeston në forma dhe mënyra të ndryshme. Kur kërkon për robit diçka, edhe nuk mund me bë, kalon hapësirë tjera. Duke ditë Allah se robi ka mundësi të kufizume, nuk mund me bë. Disa dhurime janë me paga dhe janë edhe duhet më kanë prezent. E tash, duke ditë se kjo nuk ka mundësi, Allah i ka bë alternativë shumë. I varfrit, nuk mund të shku në haxh. Ti s'mund të shku në haxh, po. Ti mundesh nëse fa namazin me xhamat, rreti, edhe e përmend Allahu ndërsa të lind dielli, edhe shkon ato disa minuta, 15 minuta, i fal 2 rekat, i kish problem me njëjtë. Gjithmonë Allahu ka dhënë alternativa, nuk është bash kështu na kupimi vetëm fiks edhe nuk pranon çetër sen. Edhe ka shumë në hadithet pejgamberit kësi forma. Kështu ka thënë dërguar Allahut. Kush e lexon surën Kul huwallahi të rrë, e ka shpërblimin si hatme me paket Kur'anin. Ke çfarë forme? Kush ka parë dhe e pajis një luftar për me luftu në rrugën e Allahut, për kauzën fetare, për kauzën e vendit dhe popullit vet, e ka shpërblimin si me pasin atë. Këshire. Këto nuk janë rastësisht këto. Këto vetëm ta ban me dije se nuk mujte, ka forma dhe mënyra tjera, sipas mundësive. Shembull, disa prej sahabëve nuk morën pjesë në luftën e Tebukit. Edhe kishin arsye justifikim pranueshëm. Kishin pleqërit në shtëpi. Kishin gradë dhe fëmijë. Ama zemra ju çonte. E i dërguar Allahut për mos më u shpresën mjak putë tyve, kur shkoje në Tebuk, ju tha vetë pranishve. Këtu janë disa njerëz që nuk janë pranishëm këtu. Mirë po janë pranishëm me shpirt ka thonë. Nuk i na heqën një lugin ato ishin me neve, nuk i na heqën një mal është me neve, i ka penguar arsyeja me sevap është njëjtë. Se ky qëllimin e ka pas fisnik dhe të pastër, i ka mungu vetëm mënyra dhe manifestimi, po ajo s'ka mujt për arsye të shumta. Edhe Allahu i ka konsideruar ato gjëra. Edhe ka shujt nisoj si me pasin atë. Edhe kjo. Edhe normal sa është mund, nuk ka dhe let. Se let është randë është muqu me falsabajnë. Po ti lesi e ki që falsabajnë. Po qëndron të atin gjami. Pe përmene Allah një 10-20 minuta. Pas edhe për falë 2 rekat. është një gjat në veti. është një hasht veti. Edhe ka kështë problem madhë. Gjithmonë, ja për shembull, ai që nuk ka mundësi me shku në haxh, sa është koxha një koste e madhe 6-7 euro. Po ka thënë dërguar Allahut, ka dhënë formë tjetër. Kush ka mundësi me thirr kurban ditën e Bajramit dhe nuk thirr kurban, mos i afrohet xhamisë. Tash nuk i 6 euro me shku në haxh. Ama e ki 150 euro me thirr kurban. Nuk mundesh atë nivel marit, ka dhe nivelet vogla. Edhe jo rastësisht ato 10 ditë e Dhulhijhes, po thuj se kanë shpërlimin se vapin si me qenë në haxh atje. Se me pas pare, ti se kishe lënë këtu me nejt, kishe shku atje. Edhe kjo është këtë shpërlim në këtë sevap, duke mos e u shpresave, ata që janë të vafër, nuk kanë mundësi me shku në haxh, ka dhe për ty haxhi. Edhe për ty ka umre, nëse e ban këtë vepër në vazhdimsi dhe nuk e shkaput asnjëherë. Është vlerë dhe pesh shumë rëndësishme. Se e di ka me pas pyetje nga motra, domethënë motra muslimane e fal në shtëpi sabahun, edhe në çat vend rri, bën dhikr njerëz as lindje dielli, pasi të lindje dielli fal 2 rekate. Pas 2 rekateve e ka shpërblimin sikur një haxh numre të plot. Edhe për motor është kjo. Se kjo ka prashim se kjo nuk lejohet, nuk është e preferueshme në fal namazin me xhamat në xhami. Në atë vend ku e ban, çaty. E ka shpërblimin edhe vlen edhe për vaj, edhe për gratë, edhe për femnat të shtëpia që e fal. Allah të shpërblet. Po, edhe në një prashim të vogël, nuk e ka pas qëllim bashkë ai vendi ku është nal, nëse ka lëviz. Po në xhami ka qëllimin, nëse ka fal namazin dhe ka përmend Allahun, edhe her pas here ka lëviz. Nuk prish punë, nëse lëviz është në mbredhën edhe suazat e xhamisë, hyn edhe ky problem. Nuk është bashkë deses në kuptimin që falas ka lëviz. Ka lëviz, po nuk ka dal nga xhamia. Edhe nëse ka lëviz ka qarkullu ka qenë në orbitën e po mbredhën e xhamisë.
Hindë me kishë pëllet dhe me këtë vlerë.